nga Dea Academy Dance dhe Ana Marketing Agency. Një tjetër takim, mirë se erdhët në emisionin Klubi i Zhvillimit me një tjetër të ftuar dhe të tjera ushtrime për mendjen, por jo vetëm kaq. Dhe prezantoj Ikrën. Ikra, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta. Po, je zgjatur pak, do ta kisha zgjatur më shumë këto më duket. Dhe ne njihemi prej disa vitesh. Po, prej 3-4 vitesh. 3-4 vitesh tani, po. Nuk duhet të pyes për moshën, sepse do të pyesësh ti pastaj, nuk ka rëndësi kjo, por Ikrën unë e njoh dhe mendova, po, cilën nga fëmijët duhet të ftoj dhe ti duhet të ishe në një nga këto takimet në këto emisione. Faleminderit shumë. Nisi me kutin. Sa e rënd më kjo kutia. Një arush me një zemër. Çfarë historie ka ky arushi? Atë kur unë isha në klasë të parë, më ka sjell shoqja ime nga Belgjika, janë 2 binjake. Tani janë rritur shumë, por Janë më të mëdha se ty. Po. Edhe pse ti e ke ruajtur këtë? Pse të duket? E kam ruajtur se kam kujtim nga ato dhe më pëlqen shumë. Ja kam vendosur emrin Arush Dudushi për emër shqiptar, sa ai e kishte Tedi. Tedi, si të zhdukur jeta këto kohë me Ikrën? Mirë. Tani luam vllai. Tani luam vllai, mirë. E kam mbajtur mirë edhe vllai. Trashëgojmë. E trashëgoni mirë me brez pas brezi. Mund ta marrësh Tedin, Arush Dudushin, më the emrin më njëherë para se unë të pyesja, fiksimin tim për emrat e kafshëve. Po si e kam gjetur këtë foton, se Ikra më solli disa, kështu të kombinuar me jeshile. Sa vjeç ke qenë këtu, Ikra? Dhe ta gjesh ti. Atëherë, këtu mund të them se çfarë këngë po kërcej në Napoloni. 1 vjeç? 1 vjeç ka qenë. Mami kishte gjetur këtë fustanin e bukur dhe tha të më bënte një komplet fotosh. Edhe këtë zgjoha, kisha edhe një foto tjetër, po s'po e gjeja dot. Po, kjo ishte ndër fotot që ti mendove për ta sjell. Ke qenë kështu në qejf për të kërcyer apo thjesht mami të ka thënë një gjë dhe ti duhet ta kapje? Jo, me siguri do ketë vënë ndonjë muzikë atë kohë, se ishim afër një lokali edhe mos kam dëgjuar ndonjë muzikë. Edhe ke qenë gati, a? Me origjinë nga je? Babin e kam nga Vlora, mami nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Kanë një këngë kështu të vënë ata këngë tipike? Këngë popullore, plot. Si është mosha jote, ka qefto apo vetëm po, kur keni mua më pëlqejnë. Kërcej, për shembull, kur ishim në Gjirokastër, që sa erdhëm nga pushimet, kishte vënë mami një këngë edhe kërcyem atje të gjithë bashkë. Mami besoj? E para. A Matilda, mirë. Mosha 1 vjeçare me Arush Tedin do t'i vendosim në kuti, sepse me njëherë do stërvitim mendjen, por do plotësojmë disa fjali për ta njohur Ikrën akoma dhe më mirë. Hajde Tedi, futu këto. Vazhdo fjalin, Ikra. Fjalia e parë. Nëse do të isha një personazh në një film, do ishe personazh i mirë, e keqe, ose do të isha personazh më pozitiv dhe më kryesor i filmit. Protagoniste kryesore. Nga ato që duken dhe bien në sy që në fillim që janë pozitive apo që dalin nga fundi? Jo, unë dua që nga fillimi deri në fund të jetë pozitive dhe dua që të jetë personazhi kryesor. Po sikur të japim një pjesë dhe personazh që do të jesh pak e keqe, nga ato që bëjmë për shembull. Do të më pëlqente shumë. Dhe atë do ta luaja. Po. Nuk do thoja jo. Thjesht dua të jetë kryesor. Po, nëse do zgjidhje. Një mësuese e mirë, Ikra, për ty është ajo që na mëson, pavarësisht çdo gjëje, por mbi të gjitha edhe na bën që ne të luajmë, të gëzojmë edhe të mos jemi të mërzitur. Ka një mësuese preferuar? Nuk do e pyes Ikra se ti tani këtë vit ke filluar me shumë mësuese. Mund ta thuash? Po, zysha historisë edhe e anglishtes, këta të dyja janë të preferuarat e mia. Madje kur po vinte këtu, ju dësh që të vinte pak më herët nga shkolla dhe tha, sot u bëra histori, sepse kam të preferuar. Pra ti, e kam dëgjuar tek fëmijët e tjerë që lidhin kur kanë mësuesen e preferuar, kanë dhe lëndën e preferuar. Po, është e vërtet, po pavarësisht mua nuk është të më pëlqen anglishtja, po mësuesja e anglishtes është e preferuar. Sa mirë, uroj që të shtojnë mësuese të tilla. Vim te pyetja tjetër. Pas disa vitesh, unë imagjinoj veten
se çfarë do bëjmë kur të rritem? Që imagjinon po? Unë imagjinoj Të gjatë po një herë. Po, e gjatë, s'ka shante. Kur takoj Ikra. Po erdhi zërdër atje. E mendoj veten që që do jem besoj se doktoresh. Doktoresh? Po. Çfarë doktoresh? Të gjitha llojet se kam problem, çfarë të më vi gjatë jetës? Çfarë të vim? Çfarë na mungon ndonjë? Na duan të gjitha, por e mendojmë rrugës. Unë jam e veçantë, sepse nuk e di, sepse e veçantë, nuk e di. Nuk e di. Ja. Lale të tjerëve që ta thon këtë. Po. Kur dikush më komplimenton, unë qesh dhe pastaj I them faleminderit. Po si merr komplimentat? Bëhesh shumë nervoze, vish në siklet? Të duhet patjetër të gjesh edhe ti një kompliment për atë personin tjetër? Jo, s'është e thënë, për shembull, po të më thash ti sa bukur je veshur sot, unë do të them faleminderit dhe nëse ditën tjetër mua më pëlqen veshja jote, do të them edhe unë që je veshur shumë bukur. E ndjek kështu si ti borxhi që duhet ta kthesh me mirësi? Jo, nuk është me patjetër që ta kthesh, por nuk e di se kështu duket sikur duhet të funksionojë në shoqëri. Bota ka nevojë për më shumë. Bota ka nevojë për më shumë paqe dhe lumturi, mos ketë fare luftra, nuk më pëlqejnë. Dhe në fundit, nëse do doja të ndërtoja një shtëpi ëndrash, si do të ishte ajo? Shtëpia në Gjirokastër apo? E para do të ishte në fshat me ajër të pastër. Po ku, në Gjirokastër apo në Vlorë? Në Gjirokastër. Se mos na mërziten ata nga Vlora? No, nuk më mërziten. Nuk mërziten ata? Po. Në Gjirokastër do doja ta kisha në majtë të malit, që gjysma e shtëpisë të ishte në pemë, gjysma në tokë. Po si të ishte kështu? Ishte e gjatë, edhe me, për shembull 3 kate, ishte një pemë, që kati fundit ishte në pemë dhe 2 të tjerat ishin poshtë pemës. Po që thonë nga Gjirokastra nuk se shpenzojnë shumë për këto gjëra, apo janë kot ato fjalë? Nuk e di. Do të thotë madh me disa kate. Unë kam mami nga Gjirokastra dhe nuk më duket fare që është kurnace fare. Nuk është, ajo dhe shumë të tjerë thyen mitin. Prandaj këto paragjykimet dhe këto etiketime duhet I heqem. Po. Mirë. Këto ishin fjalit dhe këto ishin edhe ëndra dëshirat e Ikrës. Do të vi më pas me një test që nuk e kemi bërë këtë lojë më përpara, është një test nuhatjeje dhe do t'jap disa bim, 3 bim do t'jap Ikra. Uroj që t'i gjesh. Një pak të vështira, nuk e di, por ndjekim. Unë Ikrës nuk I kam thënë që do t'i lidh syt. Dhe I lidhësh ti vetë. Se nuk dua që t'i shikosh. E kam përzgjedhur këtë, 3 bima romantike, do t'i shtyp pak si kam tharë. Ta lidh kështu. Mirë, nuk ka nevojë, njëherë mund t'i lidhësh. Po se duket. Duket? Po s'ka gjë, se ato bim janë, mund të ngatrojnë me njëra tjetra. Mund të ma lidhësh Po, pak? më lidhim. Do ta vendos te dora, kujdes. Opa. Okej. Do ta vendos te dora. Nëse nuk e gjej më të parën, do të ndihmoj pak për çfarë shërben, a thrit. Po të jap një pjesë dege, dua të përmend që këto bime shumë të tjera të freskëta na e ka sjell nga dyqani Misker, është një dyqan me produkte që na ka përzgjedhur këto e shumë të tjera që mund të gjeni në dyqanin e saj. Ti mund të nuhasësh. Si rigon më ngjan. Nuk e di. Jo, rigoni është Nuk vjen shumë erë kjo. Shtype pak, shtype. Po tash. Nuk vjen erë. Vjen. Na këtë? Prit, më jep? Po. Kjo bëhet... tani... Tepula. Tepula? është si gjëmbaç. Duhet se... Fillon me R. Rozmarin? Po, kjo është rozmarin. Vjen erë shumë të mirë. Erdhi era tani. Se bëre lidhjen. Jo, mos e iq, pris se ke dy të ti. Ma jep këto që ke te dora, se do t'i jap të tjera. Heqim rozmarinën, bëjmë në një pulë të mirë pastaj me rozmarinën dhe përzgjedhim këtë. Se mami jot punon kështu me bime gjëra dhe ajo punon është pjesë e një dyqani me Jo, dhe gjitha nga që shëritër në fshat edhe besoj se. Edhe atje, në Gjirokastër. Borzilok? E gjete, po. Fërkova pak, prandaj u gjet me një herë dhe e fundit është, e kam në të vështirën për në fund. Tani edhe këtë
duhet ta merra? Nuk besoj, nuk e di do ta gjesh. Po e gjete këtë, merr një 10 me yll, me xixa, me të gjitha. Nuk e di nëse ja di emrin kësaj. Si aromë kam nuhatur, po. Me këtë për shumë kur ke koll është mirë. Ngjan si dafin, jo, nuk është. Dafina ka të Nuk e gjetën. di. Kjo se si me ngjan nuk e di s'po. Mund ta heqësh shallin dhe mund ta shikosh, ndoshta duke parë gjen. Nuk e di, e kam nuhatur, po s'po më vjen emri. Kjo fillon me sh. Çaj me sh. Kështu disa herë të ka bërë mami, ka hedhur çik limone, një çik mjaltë, ca pika kështu e ca ashtu, kjo shere. Sherebel. Sherebel. Kjo ishte, testojmë nuhatjen, mirë, ja dolo mirë. Do qeshni shumë me këtë lojë, por është lojë shkathësie dhe nga ana tjetër zhdërvillësimi. Do bëjmë pak aktorën e Ikra, i kemi bërë te kursi atëherë. Po, kemi bërë. Po, si ajo kupa me kapak, kupa pa kapak. Po kam përzgjedhur më të vështirat. Kush do ta nisun apo do ta nisësh ti? Ta nisun një herë. Cilat ka lënë? U të ka rënë plepi. Po. Preferuari im. Tani, Ikra do e thot 2 herë do mundohesh. Po. Mund ta lexosh pak. Pastaj niveli tjetër është duke hedhur topin dhe duke thënë plepi plaki plasur, pak palc pas ka pasur. Plepi Mund të ta thosh avash, nuk është e thon shpejt. Plepi plaki i plasur, pak palc pas ka pasur. Plepi plaki pasur, i plasur, pak palc pas ka pasur. Mund ta lexosh. Tani, duhet të thuash kështu, plepi plaki plasur, pak palc pas ka pasur. Okej. Plepi plaki plasur, pak palc pas ka pasur. Mirë, e quajtëm që u kalua me sukses. Tani ma drejtoti mua kështu. Po. Do zgjedhësh? Po, uroj që të zgjedh një që... Bo. Këtë ka rënë. Këtë nuk e di përmendesh. Kë. Nëna Dolit, ku është Doli? Doli bashkë me shokun e Doli. Pse Doli bashkë me shokun e Dolit? Me vështira. Kush e ka emrin Doli? Nëna Dolit, ku është Doli bashkë me shokun e Dolit? Pse Doli me shokun e Dolit? Okej, tani më mirë. Mirë. Tani? Unë të ma drejtosh. Po. Shpresoj të më mirë. Wow, faleminderit. Të bien të mirë aty. Po. Kush është, e shes thesin? Po. Ajo të ka rënë? Po. Po. Mirë. Prit, ja. E shes thesin se shes thesin. Po, duhet ma thush 3 herë të me që të ka rënë. Okej. E shes thesin se shes thesin. Po sa thy kamerë, to? E shes thesin se shes thesin. Po. Tani, sekreti është që ta thuash pak ngadalë në fillim, sa të memorizosh, pastaj të bësh një shkëputje të lehtë nga fjala në fjalë që mos të ngatron ato të brëshk. Mirë, dhe e fundit për mua. Po, ti mendosh që i kam shkruar dhe vetë këto. Ceni nga Hyseni, si kini nga Jakini, si cani nga Hasani, si leci nga Koleci. Ajo është me leta për mua. Është me leta jo? Kjo qaniu, kjo është nga Ato kisha të preferuar, po. Atë nga trohem. Ceni nga Hyseni, si kini nga Jakini, si cani nga Hasani, si leci nga Koleci. Ceni nga Hyseni, si kini nga Jakini, si cani nga Hasani, si leci nga Koleci. Jo, a mu ta bëj të preferuarën time në fund? Okej, bëje. Plepi plaki plasur, pak palc pas ka pasur. Plepi plaki plop. Nga trovë me bëm shumë shpejt. Me sytë të kaluarës, edhe pse kjo e kaluar mund të jetë fare pranë, por edhe shumë larg. Ikra, do dalin në ekran tani disa foto, janë foto njerëz të ndryshëm, në ambiente të ndryshme, ti do më thuash si e ndjen ti veten, nëse kthen kohën prapa. Çfarë do të thonë për ty këto foto? E para është në një klasë, një mësuese që po bën high five me një fëmijë. Çfarë do si të ndërmend? Mua më kujton kopshtin, kur isha në kopësht, neve mësuesja na bënte lojra të ndryshme dhe më kujton fëmijërinë time në kopësht. Ka qenë një fëmijëri e bukur? Shumë e bukur. Në momenti i kopshtit. Ke qenë
Me shoqe mban mend? Po, kam patur shoqe, po unë fëmijërinë e kam kaluar gjithëm në qytet, gjithëm në fshat, si gjithmonë. Po, si gjithmonë edhe tani, dhe nuk bën vakit të gjesh këtu nëse ti ke ditë pushimi nga shkolla. Për Direkt, shembull, niseni? çdo fundjavë në Gjirokastër ishim. Keni bërë Gjirokastër si Tiranë Durrës. Mirë. Jo, nuk kam prej natit, jo. Ky është një foto pak e trisht, që nuk do të thotë që pati du të kujtoj ty, ndoshta dhe ty në një moment ke qenë ke dashur të jesh vetëm, ose të ka lënë vetëm, ose ndoshta një shoqja jote që ka pësuar një moment dhune kur e kam fjalën për ngacmime, bullizëm. Çfarë të kujton? E para që ti sheh, gjë e para që të vjen në mend. Që është një fëmijë duke qarë, mua më kujton si vjet, nga që kemi ardhur me më shumë mësues në shkollë, edhe kur mora 9 testi gjuhës në 3 mujorin e parë, bëra rrugën nga Tirana në Gjirokastër duke qarë. Gjithë ato orë, po, sepse gjithmonë nuk është se ka marrë kurrë një 9 në teste edhe unë ndjeva shumë keq. Po mirë, pastaj si e kuptove? Çfarë mësove nga jo? Që unë duhet të përpiqem më shumë dhe të mësoj sa më shumë që të mundem, po edhe mos ta jap kaq shumë vetëm. Po mami çfarë të tha mami? Mami më tha, po çan bën më një 9 ishte s'ka gjë, kalojmë. E pra, ti ishe në kohën tonë, po të merri 9. 9, që është kjo 9? Por nuk po të regoj më shumë se nuk ka çfarë ju duhet jo. Prandaj mamin ka bërë gjën më të mirë që ta ka thënë ashtu. Largojmë pak flokët që mos ta kemi te mikrofoni. Fotoja tjetër, familja. Familja mua më kujton kur ishte vllai i vogël, një 2 vjet, neve na ishim në Gjirokastër edhe luanim. Edhe kështu na ka mbajtur një herë, babi më mbante edhe mua, edhe vllain, edhe mami. Në këtë foto vllai është i madhi dhe motra është e vogla, kurse ne jemi e kundërta. Ti je madhja, ndihesh njëherë si mami? Jo. Në kuptimin ndaj vllait që duhet të kujdesesh? Po, shumë. Po ti si je mami e rrept apo e butë me vllain? Jo, e butë. E butë je. Po mami si është, mami e rrept apo e butë? Çka? Varet, kështu me dagë, me dagë. Dhe foto e fundit, ti po thuaj se na zaurove pjesën e Gjirokastës, po unë ma mori mendja. Kjo nuk është në Shqipëri, por çfarë të sjell ty ndërmend? Nëse një udhëtim, prap Gjirokastër, no? Gjirokastra nuk ndahet. Po nëse do jetoj përfundimisht në Gjirokastër, do mërziteshe? Po. Se dhe qyteti më pëlqen. Po. Për shembull, kjo më kujton jo dje par dje, ishim na vin turista neve të shtëpia e nënës, dhe ne ndërkohë ishim mbledhur me disa kushërinj në Gjirokastër edhe kishim ikur bashkë me Harunin, kishim ikur në një lëndin, edhe rinim atje shtrirë derisa dëgjuam kuajt që vinin turistat. Ja kemi vrapuar shumë shpejt. Që ti lajmëronit, si ato filmat. Ne i shohim nëpër ekran, ju i përjetoni, dhe ku ka më bukur që ti përjetoni në këtë moshë që jeni. Këto ishin fotot. Çfarë do të kemi më pas? Zgjidh situatën. Kanë mbetur të tjera çështje për të zgjidhur këtu me ne. Unë do zgjidh gjyrën e preferuar. Kaltra. Një shok të kërkon ndihmë që ti më... Ama lexon pak se s'po e kuptoj. Një shok të kërkon ndihmë që ti të mësosh me të një lëndë, por ti ke punë për vete. Pra një shoqe, po e themi kështu që ti je më afër, të thotë, Ikra, të lutem do më ndihmosh pak sepse dua të mësoj anglisht me ty, se ti je shumë e mirë. Por ti ndërkohë ke për të mësuar ja 2 lëndë të tjerë se ke provim për vete. Ti çfarë do bëja? E zëm se ti e shoqja ime, më fal Marsi, por unë kam edhe lëndët e tjera. Do mbaroj së mësuari lëndët e tjera dhe po më mbeti kohë do vi dhe do të ndihmoj. Okej. Kjo është mos e drejtë sepse ne nuk duhet të lëm veten tonë për nevojat e të tjerëve, edhe pse duhet të ndihmojmë të tjerët. Po. Por në këtë rast, ke bërë gjën e duhur. Mirë, një tjetër zarf, një tjetër situatë.
Veç askuj se ka zgjedhur. U pas kam. Ka. Ma jem ta lexoj. Një shok të kërkon një libër hua, por më vonë e humbet. Të mere im, prandaj ndonjëherë rezervojmë shumë të japë libër hua, por edhe unë marr, kështu që na duhet edhe të japim dhe të marrim, por ti si do bëj? Ai thotë, "O Ikra, e humba unë." Unë do të mërzitesha, por do t'i thoshja s'ka gjë, shpresoj që librat e tjerë të mos me humbësh. Nuk i thuash na sill çik lekët. Mani. Na sill çik se kam bler kaqon. Por është mirë që të jemi të kujdesshëm. Por na ndodh ndonjëherë që kur marrim gjëra hua, edhe mund t'i humbim edhe ne, kështu që. duket sikur do na prishen, do duhet të kemi vërtet shumë kujdes. Po. Jemi në lojën e fundit. Jemi gati të vizatojmë dhe Ikra, ty të pëlqen të vizatosh, kështu mbaj mendun. Më pëlqen, edhe pse s'jam shumë e mirë, prapë më pëlqen të vizatoj. Po, kur vizaton edhe humbet pak ajo koha ose kalohet koha në formë të mirë. Ikra, unë kam vendosur kam bërë këtu një tip spirale dhe do ta marrësh këtë spirale, më zgjidh një ngjyrë dhe vazhdoje, më bëj një skicë, çfarë të del ty nga kjo spirale, çfarë personazhi, çfarë figure, çfarë sendi. Nuk është se jam shumë e mirë në vizatim. S'ka problem. Thjesht më thuaj çfarë na del nga ju spirale. Dhe një kërmill që ecë në vënshë dhe zvaritet në këtë spirale. Po ju çfarë do kishit vizatuar? Jemi në fund fare dhe me Ikrën për të ndarë dhe një mesazh për të gjithë ju fëmijë. Mesazhi im do të ishte që fëmijët ta kalojnë këtë fëmijëri pa telefona, duke luajtur, dhe unë duaj që fëmijët të mos jenë kurrë të mërzitur, gjithmonë të qeshi fytyra, dhe duaj që të mos ketë luftë, vetëm paqe gjithandej. Që fëmijët mos të kenë uri, mos të jenë të mërzitur, por të jenë gjithmonë happy. Të gëzuar, të jenë fëmijë. Këtë mbyllje do e bëjmë bashkë, do themi kështu. Miru takofshim në emisionet e ardhshme. Okay. 1, 2, 3. Miru takofshim në emisionet e ardhshme. Ky episod u mundësua nga Ana Marketing Agency dhe Dea Academy Dance.